unë e mojnë men që 50 vjetë, që ka ndodhën këtë popull. Para 20 vjetë, 30 vjetë, edhe ti e mojnë men që nuk i ki pak vjetë, a ka pas para 20-30 vjetë në Universitet i Kosovës, a i Shqipërisë, qoftë një vajzë vetme me feregje zezë ose me burka. A ka pas? S'ka pas. Kur? Sot tu ka mush. Në Prishtinë ki Taliban ka Taliban, të mushet menja jenë Siri. Në Tiranë të mushet menja jenë Iran. Në Shkopë të mushet menja jenë Afganistan në Irak. Në më hanë, me të madhe sukses shumë po deportojnë projektet rusë serbe me shkatëru, me çdo kusht, me degeneru rinin shqiptare dhe për fatke që ja kanë arritë shumë. Sepse ata, përveç këtyre investimeve dhe projekteve famzeza, kanë dherdhë para aq shumë në botimin dhe ribotimin e librave me karakter që kur t'i shfletojsh ato jenë qesharake, sepse në krejtë rranë e gënjeshtër të rrëllime, sepse ata në gjak e kanë rranë në gënjeshtërën, në gjak e kanë, e ka thonë edhe ish presidenti Jugoslavis Dobrica Qosić, që ne sërtë rranë e kemi, gënjeshtërën e kemi në gjak, artë e kemi, shpirt e kemi, e dojmë. Edhe ata kanë bu edhe liber për decidivisht kështu, me titull Shqiptarski genocid në të Sërbima. Genocidi shqiptar mbi serbët, më rëmëman. Na i kemi milione fakte dëshmi që veç që tu që ka kemi, veç duhet me ribotua, me shpërnda dhe të mjaftojnë. Sinqerisht mjaftojnë. Mjaftojnë? Po. Edhe ti se ban asnjë libër në shumë gjuhë botërore në formë institucionale, së në formë individuale. Po, a këto pe bojnë, po. Si idealiste pe bojnë, po. Nuk ka kur fat peshe forma individuale në raport me shtetin. Kanë bo film të edhin dokumentar artistik për masakrën e Reçak. Po. Ja kanë shpërnda krejt botës. Rëmëman. Krejt bota e dinë dhe zështë e malit që masakra në Reçak ka qenë masakr kundër njerëzimit, ka qenë genocid. Ka thonë dhe vokjeri vetë. Ambasadori legendar Amerikan William Walker, edhe që ka qenë shenjë sinjal për intervenimin në natës në Kosovë. Krejt këto i kemi, thash, tu avullu viktimat, i kemi, gati shumicën e masakrave, nuk në thret kush. Në mënyrë institucionale me thonë njerëz, ju nuk keni detyrë tjetër përveç e keni përgjithësinë historike, kombëtare, njerëzore, humane, shkencore, më marë veç me qitë punë. E keni fondin e caktuar edhe nuk merreni me çështje tjera ju, edhe me familjes guxeni më marë se ne merremi si shtet. Por mendoje edhe besoje, po është e rëndë këto me besue, edhe një të vërtet tjetër vëllai dashur. E sa të shala, shumë herë kam thënë për intervista të ndryshme, i ka 2 djemë, një 4 vjeç, një 1 vjeç. Të dytë i ka me një smundje, me një diagnozë që janë diagnozë rrallë në botë. 450.000 njerëz këtë botën janë smut në një farë lloj leukemie, që i kanë 2 herë njaftë në spitalin e Prishtinës. 2 herë njaftë. Për me u dhënë injekcione se dhe në moshën 18 vjeçare, ai duhet me u marrë me çito telashe, edhe as një ndihmë nuk e ka, as nga komuna e Drenasit, nga i cili vjen, as prej shtetit, atë gjithë kur i shpërndan materialet në për Facebook, rrjetet sociale, urime, s'ka me ty, ti e një madhe, ti e aset kombëtare, ti e pasuri shtetërore, edhe as kush përveç kurbeçarëve tanë, që ja qojnë kanë herë do ndihme që do infuzione, as kush për shtetit, as e ka shtin punë, do më hanë është absurde, jo Eran, po, në Afrikë jo s'kishte me ndodhë, s'kishte me ndodhë. Me meti pa puni njëri që është aset kombëtar, aset shtetëror, që thjesht ati duhet mi dhonë mirë një e shtetërore, dhe me shpallë herë e gjallë, mja marru një përbëndor për gjallë, si që ja kemi marruë ma i linda kelmendit me plot merit. Prof, ma që kem të esati edhe të ju e përmene Serbinë edhe Vučićin se ju ka përmen juve.